Doja ta bëja këtë koment më herët, por tani erdhi mundësia për ta marrë fjalën. Ne mbledhjen e kaluar kemi pranuar të gjithë si anëtar të këtij Këshilli Bashkiak, sepse ne nuk kemi drejtim legjitim, pra Bashkia e Tiranës nuk ka drejtim legjitim. Zonja Rrugo, se nuk duhet të ndërpres, dua vetëm të sqaroj diçka. Po kam bëj rendin e ditës, sepse unë kam sa pika më rendin e ditës. Më fal. Më lini të shpjegoj diçka dhe pastaj vazhdon. Tani është koha për pyetje. Më mbrapa do keni e kuptoj. Më mbrapa do keni mundësinë të diskutoni, kështu që çfarë komente shkeni në lidhje me çfarë shkon simbas jush, apo çfarë nuk shkon simbas jush do t'i bëni të diskutimet. Tash ju lutem limitojeni. Të lutem mos bëni debat me mua, më jeni të shpjeguar apo jo. Po në kuvështrimin tim është për Ecurin. Po, do bëj pyetje. Bëni pyetjen ju lutem. Ka bëj dhe me Këshillin dhe me zonën. Bëni pyetjen ju lutem, pyetjen. Po ka një parashtrim pyetja, sepse ne kemi pranuar këtu që nuk kemi drejtim legjitim të Bashkisë Tiranës. Edhe kur nuk ke drejtim legjitim, nuk mund të kalosh në këtë mbledhje të Këshillit, çështje të cilat ka të bëjë me vizionin e bashkisë, apo me prona publike. Kjo është tipikisht diskutim. Bëheni të diskutimin nëse doni jo tashtin. Nëse keni pyetje bëni pyetje. Mund të pranohet nga këshilltarët e këtij Këshilli Bashkiak që disa çështje mos kalojnë sot. Bëni pyetjen. Për disa çështje mund të mos. Ju lutem, bëni pyetjen nëse keni. Nga e dini ju se si do të vendosin anëtarët e këtij Këshilli për atë çfarë. O zonja Rrugo, mos vazhdoni ta prishni mbledhjen. Bëni pyetjen nëse keni, nëse jo, nëse keni diskutim do t'i bëni më mbrapa. Ja u garantojmë që do t'ju jap fjalën më mbrapa. Do keni plot minuta që të diskutoni. Bëni pyetjen tash. Do të kisha mbaruar tashmë pyetjen time. Do të kisha mbaruar tashmë pyetjen time dhe artikullin. Jo, po se po replikoni me mua, nuk duhet replikoni me mua. Bëni pyetjen. Kaloni te pyetja ose s'do t'ju jap fjalën. Bashki nuk duhet kaloj, nuk duhet propozoj. Zonja Aristani që t'i kërkoj këtij Këshilli të nderuar që u drejtua disa herë që të kaloj këto projekte. Ajo nuk është legjitime. Nuk është e zgjedhur. Faleminderit për konstatimin. Zoti Pano, ju lutem, pyetjen tuaj. Nuk mund të ndërprisni fjalën. Patjetër që mund ta ndërpres fjalën nëse është kam të drejtë, sepse çështja e vizionit nëse do kishe mirësinë të lexoje rregulloren e këtij Këshilli, do ta kuptoje se ky është moment që nuk ka Bashkia e Tiranës kryetar bashkie. Ky është moment pyetjesh, nuk është moment replike, as me mua as me diskutimi. Është shumë e rëndësishme. Zonja Rrugo, mos më detyroni të filloj me masa disiplinore, ju lutem. Po merrni masë disiplinore, se nuk keni marrë nga atyre që janë të korruptuar, do merrni ndaj me. Faleminderit për konstatimin tuaj, faleminderit. Zonja Rrugo, keni vrejtje, zonja Rrugo. Keni vrejtje, po ju paralajmëroj. Hapi tjetër është ju heq të drejtë me fjalës për gjithë seancën. Dhe s'do keni mundësi të diskutoni as më mbrapa. Propozoj. Faleminderit. Ju lutem, po keni një pyetje bëni tash. Kam një vrejtje ndaj jush, ma keni të prerë fjalën disa herë, nuk e di si mund ta bëj vrejtjen, edhe që mund ta bëni pyetjen. Vrejtjen ju bëra. Hapi tjetër është ju heq të drejtë me fjalës për gjithë seancën. Mos më detyroni ta bëj. Bëni pyetjen tashti nëse keni, nëse jo, lini radhën kolegëve se po bëjmë ndërtim. Zonja Aristani nga e gjeni të drejtën për të propozuar këtij Këshilli Bashkiak projekte akte të cilat kanë të bëjnë me vizionin kur ju nuk jeni e zgjedhur nga qytetarët e Bashkisë Tiranës. Faleminderit për pyetjen. Faleminderit për pyetjen. Zoti Pano, vazhdoni. Të mos i kaloj këtë. Vazhdoni me pyetjen, lutem.